Në muajve të ftoft, vendi po përballet me shtim të ndjeshëm të rasteve me grip sezonal. Temperaturat e ulta, qëndrimi gjatë në ambiente të mbyllura dhe qarkullimi i viruseve e kanë rritur ndjeshëm numrin e qytetarëve që kërkojnë ndihmë mjekësore në qendrat shëndetësore. Mjekët familjar thonë se simptomat më të shpeshta të gripit sezonal janë temperaturat e larta, dhimbja kokës, kollitja, dhimbja fytit dhe lodhja e përgjithshme. Edhe pse në shumicën e rasteve gripi kalon pa komplikime, ai mund të paraqesë rrezik për personat me sëmundje kronike, të moshuarit dhe për fëmijët e vegjël. Ftofja kalon shumë lehtë, mund të mos më përcjell me ndonjë temperaturë të lartë dhe plagështi të madhe, do të mund të pas shkuarje të mundës, dhimbje pak të fytit, simptome të traktit sipër respirator, ndonjë koll, diçka ashtu i përcjellshëm. Mirë po, te gripi simptomet janë pak më të rënda. Do me thonë, gjithmonë atakohet pjesë e rrugëve sipër me të frymarrjes, fillon të me dhimbje do thotë të fytit, me ndonjë koll karakteristik, qoftë produktiv, qoftë i thatë, mandej me shkuarje të mundës, me ethe, dhimbja trupit është karakteristike, plagështia, humbja apetitit, do të thonë disa persona mundin me ardhur në gjendje që edhe me ndajt rrotë. Grezda shpjegon se vaksinimi kundër gripit është mënyra më e sigurt për të parandaluar format e rënda të sëmundjes. Sipas saj, vaksina ndihmon trupin të krijojë mbrojtje ndaj viruseve që qarkullojnë çdo vit, duke ulur ndjeshëm mundësinë e komplikacioneve. Prej 1 tetorit deri më dje, kur faktikisht edhe kemi të protokolluar dhe kemi të shënuar numrin e vakcinave, ka arrit diku 8516. Sipas ekspertëve shëndetësor, interesimi për vaksinën është i shtuar dhe moshat që vijnë më së shumti janë mbi 60 vjeç. Gjithashtu, numri të vaksinuarve mbetet thuajse i njëjtë me atë të viteve të kaluara. Ndërkaq, Instituti i Shëndetit Publik në një njoftim apelon për kujdes të shtuar, duke mbajtur higjienën personale, ajrosin e ambienteve të mbyllura dhe shmangjen e kontakteve me persona të sëmurë.